Të dashur shqiptar, ish drejtori i prokurisë së posaçme, kapet jo me presh në dorë, por me birë në dorë në praninë e njerëzve me procedurë penale. Ta shikojmë se do beteni pa mend. Miku i familjes ka publikuar një video ku shfaqet ish drejtuesi i prokurorisë së posaçme, Altin Dumani, në një ambient privat me bark të fryrë si barkalec, pa roje personale, i ulur në tavolinë me persona të njohur në zonë për precedent penal. Në pamje ai shihet duke pirë birë dhe duke kënduar këngë labe, mes një shoqërie që sipas përshkrimit të miqve të tij, nuk përbëhet nga qytetarë të zakonshëm. Miku i familjes shkruan se mes personave të pranishëm ndodhet edhe Andon Pago, i dënuar për mashtrim. Videoja paraqet një situatë informale, larg çfarëdo standardi që pritet nga një figurë që deri pak kohë më parë drejtonte prokurorinë e posaçme. Sipas të njëjtit burim, kjo dalje publike vjen në një kohë kur Dumani pritej të ushtronte funksionin e tij me veprime konkrete, përfshirë masa ndaj gjyqtares së dënuar Irena Gjoka. Në vend të një qëndrimi institucional në raport me detyrën, pamjet tregojnë një zgjedhje tjetër, fest, këngë dhe shoqëri. Miku i familjes rikujton edhe një deklaratë të mëparshme të Dumanit, ku ai shprehej se ëndra e tij ishte të jetonte si një njeri i thjeshtë. Videoja sipas faqes tregon se kjo dëshirë është realizuar, por jo në formën që prisnin qytetarët. Një njeri i thjesht por i ulur mes personave me rekorde penale, jo mes njerëzve që presin drejtësi dhe barazi para ligjit. Videoja e publikuar tregon një fakt të thjesht. Ish drejtuesi i prokurorisë së posaçme shfaqet në një ambient privat, i ulur në tavolinë me persona me precedent penal, duke pirë alkool dhe duke kënduar, mes tyre edhe Andon Pago, i dënuar për mashtrim. Pamjet nuk lën hapësirë për interpretim tjetër. Problemi nuk lidhet me jetën personale, por me shoqërinë e zgjedhur dhe kohën kur ndodh kjo dalje. Në të njëjtën periudhë kur pritej veprim ndaj gjyqtares së dënuar Irena Gjoka, Dumani shfaqet i shplodhur, pas një distancë nga njerëz që drejtësia i ka shpallur fajtor. Kontrasti është i dukshëm dhe flet vet. Në tryezën e mbushur me mish dashi dhe bira mungojnë vetëm Edi Rama që po darkon me vajzën e Trumpit dhe Sali Berisha i cili po mban dietë para se të futet në Biruc.